Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka zbritur në teren për të parë nga afër situatën e krijuar nga rreshtet e dendura të shiut, sidomos në zonën e Novoselës, aty ku lumi Vjoz doli nga shtrati. Situata është drejt stabilizimit, ndërsa duke nisur nga e diela, rënja e nivelit të lumenjve në shumicën e territorit të vendit është reflektuar edhe në zonën e Vjosës te ura e Mifolit, ku niveli aktual i ujit ka zbritur ndjeshëm. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka parë nga afër situatën në Vjos, ndërsa konfirmon faktin se ekipet e bashkisë, së bashku me ndërmarrjet në varësi të saj, Drejtorinë e Mbrojtjes Civile dhe stafin e Njësisë Administrative Novosel janë të pranishëm në teren në mënyrë të vazhdueshme për të bërë monitorimin e situatës dhe parandalimin e çdo problematike që mund të paraqitet në infrastrukturë. Kryebashkiake Mersini thotë se hidrovorët e bashkisë kanë punuar me kapacitet të plot, ndërsa niveli i Vjosës vazhdon të jetë në trend zbritës. Ndërkaq, kjo ënë ka nisur me një situatë të përmirësuar meteorologjike, por në orët në vijim, sipas parashikimeve, nga buletini mbi rreziqet natyrore të Qendrës Kombëtare të Parashikimit dhe Monitorimit të Rreziqeve Natyrore, Vlora do të jetë sërish ndër qytetet problematike. Sipas këtij informacioni, pikërisht gjatë kësaj të hëne, priten rreshtet të dobta në të gjitha qarqet, ndërsa dita e martë do të rikthejë rreshtet intensive dhe ku problematike paraqiten të jenë disa qarqe, përfshi edhe Vlorën. Vlora parashikohet që të martën të ketë rreshtet të dendura intensive të shiut, të cilat do të jenë deri lokalisht mesatare, të shoqëruara edhe me shtrëngata. Ndaj autoritetet kanë kaluar sërish në gatishmëri për monitorimin e kësaj situate dhe për të ndërhyrë nëse do të jetë e nevojshme.